Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Babu tayammum. Kreu e tayammumit. Autori, Kuduriu Allah pas mëshiruar, pasi që foli për abdesin, krejt që ka të bëjt me abdes, e pastaj për llojet e ujrave, nga të cilat kemi të drejt të marrim abdes, po edhe gusl, sepse foli edhe për gusl, pasërtia vogël, pasërtia madhe. Pastaj folët për ujrat në të cilat bien dytësira në to, deri tek uji i përdorur, el-ma'ul mustamel, deri tek uji i mbetur. Dhe të tjerë, në vazhdim flet për tejmumin. E që tejmumi, në aspektin gjësor, i bie me sënu diçka, më drejtu drejt diçkafet, më sënu drejt. Ndërsa në aspektin shariatik, është sënimi drejt sipërfaqes së tokës, respektivisht përdorimi i tij, i dhejut, për pastërti. Thoj ndryshe, pasi që foli për pastërtin cila është në parim, vetë e pastër, që uji është i pastër, dhe të pastërat, flet për zëvendësim. Në një alternativ tjetër, kur s'ka ujë, apo s'ka mundësi përdor ujin, s'ka mundësi marrë deri tek përdorimi i ujit, është alternativa tjetër. Është opsioni tjetër e që është tejmumi. Tejmumi nuk e kanë pasur të lejuar popujt e mëhershëm. Ata pra nuk kanë pas alternativ tjetër jashtë ujit për të pastruar. Allah i madhruar, neve i metit ton, ne ka legjitimuar pastrimin edhe në variantën B, kështu ta quajmë kushtimisht, se zavendësim. S'ke ujë, apo ke ujë, për s'ke mundësi me përdor, për x arsye që na vijnë në vazhdim, kalon në opsionin B, në alternativën tjetër në zavendësim. Dhe përdor dhejun për pastërti, dhe kryen të njëjtin efekt sikurse uji. Ti je i qetë në adhurimin tënd ndaj Zotit. Është rahmet i madh i Allahut për ne. Për ta pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam e pa dash më zhyru shumë se tejmumet i me gjanë, e ne do të mundohemi jo shumë të zhyrohemi, shkak kohës. Kur e ka numëruar alaihi salatu wassalam gjërat me të cilat është dalluar, është privilegjuar, është veçuar nga pejgamberët e tjerë, e cekë edhe punët e tejmumit, të dhejut. Dhe thotë, "Ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura." Me është bërë mua, po jo pejgamberëve tjerë. Toka, xhami, wa tahura, pastërti.
e që nuk kupton dy sene. Ku dush falo? Tokë të Zotit. Imetet e me hershme nuk kanë mujtë më falë ku dojnë. Nuk kanë mujtë me bo namaz nara, në fush. Nuk kanë mujtë. është dashtë pa qarën faltore më shku me vadhuru Zotin. Ndërsa, neve, kotë në zë namazin, në fush, në mal, ku do që t'jesh? Ta ka bu Allahu tokën gjami e ka quajtur. Pra si në gjami që falet namazin, po ashtu falet natyrë, ku da. E ta në gjamia ka shëjtërinë e vetë e tjera, specifiket e veta, po qëllimi është me përngja me gjami, se në gjami falet, namazin falet edhe ku dhe që. Kjo është veç për imetin e Muhammedit, sallallahu aleyhi wasallam. O tahura, edhe më ka bërë pastërti, pastrohet robi me tejmëm, me sipërfaqe të tokës, me tejmëm që është opsioni, B apo alternativa tjetër ku nuk ka mundësim përdoru jenë. E që është batë, e cekëm shtash në vazhde. Tani, është edhe historiate, pas për të s'kem kohë me cekë në këto, edhe të shëbo sebe për Aisha radiallahu anha, ka zbrit e jetët e imumit e tjere. Me rëndësi është bë legjitim për imetin tonë. Dhe ne deri në kiamet, po nëjna me te, e kena të gatshëm. Me momentin që na pëzëllohet mundësia ujtë, kalojmë këte. Nuk e përdorëm, por e lojmë që atë. Kur të na vynë, e kena deri në qelë. Por do të me ditë këtë mesele. Robi, do të me ditë, para se me ndodhë. Se kur të ndodhë, tani detëm sënde i kalokoha, shkanë bëhet vanë. Thot autori, pra kjo është e mumi. Thot autori, ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج مصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر أي cili nuk gjen ujë. Nuk gjen ujë. Duke qenë udhëtar. Nisemi nga parimi ku kanë zbrit ajetet koranore, فتيمموا صعيدا طيبا آية سورة المائدة ku ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cili ka thonë inna as-sa'id at-tayyib tahur al-muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin. Dheju është pastërti për robën, për besimtarin, për muslimanin, edhe nëse nuk gjen ujë 10 vite, pra ton jetën. Udhëtarët në këto vende këto, është kush vend shkretëtir, ujtë është rallë, udhëtarët kanë vujt për ujë, midis shkretëtire. Udhëton me javë, me mujë. Për të sënë banë ujë me veti me mujë, për më lave, për me marrë abdese, për me pije, se dohet një maune me marrë me veti. Veçanti notim nuk je vetë, je një karavan, je njerës kallabak. Nëse është udhëtar dhe nuk gjen ujë, shkretir, natyrë, ose au kharij al-Misr, apo gjendet jashtë qytetit. Mes tij dhe mes qytetit, rreth 1 mile e më shumë, thot kështu. E 1 mile ka 1600 metra e më shumë. Ka thonë jashtë qytetit, sepse zakonisht në qytet ka ujë. Zakonisht, për ndryshe, s'ka jetë në qytet, ata s'ka njerë në qytet. Në qytetit që nuk ka ujë, nuk ka njerës. Ata dalin për aty të. Pra për ata, thët jashtë qytetit, të pas parasysh që në qytet ka ujë. Zakonisht. Pra kështë jashtë qytetit diku, dhe nuk ka ujë. është largë për qytetit, sa largë? 1 mile më shumë. 1 mile 1600 metra e për afërsisht i ka. Ose,
se krasë të rëndë. أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه وسويجين تشهد الشتات هذا كوت سودت sepse ajo udhëtarit më thot dikush, po mire koka për Arabi, mos u ngot, se dini Allahut është për Arabie, për Evropë, për gjithë. Po një fetfa i vyn që ati që atje në shkretin, tjetra fetfa i vyn ati që është atje midis gjungëve, tjetra fetfa i vyn ati që është smut, tjetra fetfa i vyn ati që është tash që vinë rënë tjera, mos u ngot. Këto janë fetfa, cilat gjinë ty të vynë ty, cilën do pozit që jeti, thu e gjeta veten. E gjeta veten që to. Që ke pëmdohet, edhe kap. Pra, ose gjenuj, por është i sëmuar, edhe ka frikë, nëse përdor ujin, i shtohet smundja. Kja është vetëm për shkret e tjera, pa edhe për qytetërime, për vallasht, edhe për gjithë kontot. Ka uj, por ka frikë nëse përdor ujin, e shtadda maraduhu, i shtohet smundja. Ose, khafel gjunubu, in iqtasala bil ma'i an yaqtulahu al-baradu. El-bardu, mirë thash. Ose, njeriu qëllon bëhet gjunuplok. Dhe ka frikë se nëse lahet me ujë të ftaftë, e myt ftaftë, e myt ftaftë, arabisht i bje kështu e myt ftaftë, e në tek ne, fjallorin tonë, vdes prej ftaftit. Ka frikë, po të më lëmoj ftafta, në vend shpirtë më shanë. Vdes, pra ka frikë, se vdes prej ftaftit. Ose, au ju më rëduhu, ose ka frikë se smuhet, nëse lahet me ujtë ftaftë. فإنه يتيمم بالصعيد. Në këto raste, ai merr tejmum me dhe, me sipërfaqe të tokës. Pra, kur është udhëtar, ose gjendet larg qytetit, por nuk ka ujë aty, do të më shku në qytet, e qyteti është asa larg ti 1 mile diçka, ose ka ujë, por tutet nëse përdor ujë, një shtohet e sëmundja, e që kjo është para se kur njeri është smuar dhe ka të ndaluar me përdor ujën, sepse përdorimi i ujit ja shton sëmundjen. Për shembull, këtë sodit, na pyesin ndonjëherë njerëzit, juve, neve, ose pyet një insani, jep mjeku një diagnozë nga alergjia, nga ndonjë rast diçka, ujt nuk guxon me përdor, sepse ta shton smundjen. A kemi thonë të agjerimi atje për rastet, kur lejohet me hangër agjerimi, në fos me agjeru, nëse agjerimi ta shton smundjen. Nëse agjerimi ta shton smundjen, ta rrit ta shton smundjen. Për rastën, ta shtë smundën agjerimi, preshe. Por nuk ndryshon smundje korqo, se po në ramatizit e korrizit e dëllej smundje agjerove së agjerove, sen, s'ta një mëna, s'ta letana, s'ta shton. Edhe këto nëse tutesh ta shton smundjen, shtohet smundja, mos merr abdes edhe mos u laj, ose ka frikë njeri që është gjënob, nëse përdor ujin, ka frikë se për myt ftafti, për vdes nga ftafti, apo për smuhet. Abdullah bin Amr ibn Asi, radiallahu anhu, Amr ibn Asi, më falë, Amr ibn Asi, së Abdullah është djali tina, Amr ibn Asi, sahabi madh pejt më dhejve, ka qenë një ekspedit me një grupë sahabëve.
edhe e mirë kë me ati grupit. Natyrë, shkretin, dënë Zotë kë natën bëhet i papastër ka nevoj për ujë. Më la. Kër qohet në sabah, një falë muslimën në sabahën, e shë vetën ka nevoj me pastëru, hajnë me detaj. Nata ftaft. Koha ka qenë ftaft. Kë kujtohet. Thëtë qëta uj, këtë uj është, egzistant. Po friga që po mytë ftaftit, të shkëpika fundit. Edhe këtë thëtë, që ftaft më launa, ty i bërë ngëzej korë. E po mytë uj, mytë ftaftit, des për ftaftit. Edhe mërë të ima. Sahab të shohin, që për mërë të ima. Edhe dërim, e mirë e falë namazin. Ose vetë ose që të dikon, për paleti zbë me datë kërkush, ajo është përgjecë. Edhe dëri e falë namazin, me të ima. Një dikuj për i sahabëve si pëlqen kjo mesele, po si thojnë atë, si përmene, i harujnë, dhe i këthehen në Medinë. Kur këthehen në Medinë, të është qaj që se ka pëlqy, shka në të pejgamberit Rasulullah, kështu dhe kështu ndodhi, Amri, në fali namazin, uj pat, këtë që ka bani? Në fali namazin e me tejmum. Nuk e la, dhe pat në vojtëm në me dalë dikush tjetër me fali namazin, që dhe që tjetë o ankut e pejgamberit dikush. E pejgamberi, alayhi salatu wassalam, e tha, ja Amr, salete bi ashabike wa ante gjënub, a vërtet ti. Ja u ke fa namazin shtarëve tu, shokëve tu, duke qenë gjënuba, si e la, por ke marrë të imam. Amri, radiallahu anha, tha ja Rasulullah. Po të rëgëj që kam shtyre me vepru, mos më la, ishte ftaft. Ftaft ishte. Edhe tuta që nëse lana, vdes ftafti, vdes mytë ftafti. Por e kujtova ajetin Kur'anor, ka thënë Allahu, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dhe mëse mytni vetë vetën tuaj, mëse bëni katil i shpirtit ju, vërtet Zoti është i mëshirshëm ndaj jush. Pse nuk bë katil i shpirtit tem? Allah është i mëshirshëm, morat e ma. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam keshi. Dhe nuk i tha asë gjë. E heshtja e pejgamberit, respektivisht miratimi, jep me kuptu se ka vepru tamam. Pra i bëni ijtihad vetë, po ja qëlloj tamam. Erdhën në Medinë, i tregun pejgamberit, këse tregaj ata i tregun. Pejgamberi veti, alayhi salatu wassalam, kë i kallëzoj kështu kam vepru. Tash ti prajaj që gjë kanë. Nëse të thumë përsërit, në përsëriti. Nëse thumë ra istikfar, istikfar pas në nga bu. Pejgamberi veç keshi. O seket dhe heshti. E që në kupton e mirataj, një veprim të tillë. Për ata marrë për këtij hadithit, e kanë cekur ulemaja këtu, se nëse njeriu ka frikë, që nëse pastrohet në ditë të ftafta, me ujë të ftaft, për mytë të ftafti, për vdes për ujë të ftaft, ose ju më rëduhu, ose pas muhet, e lenujen dhe mërtima. Njerëzit tanë, dhe jo pak, shumë sa të dush, rast të ka, të cilët nga mësëdia, veç nga mësëdia, po në anën tjetër, nga frika se pëhin gjëna. Ka ndodhë raste, sot të dush, të cilët, kur kanë pas nevojë më pastru, nga gjënë ploku, edhe s'kanë pas ujtë në zehtë,
e kanë thyë aqlin, e jenë lanë lëmë, ose me ujtë bënare ftoft, e njëjtë, pak dallim ka, veç që bënare sot ngrit, ata ndoshta të ngrit. Imagjino temperatura -3, 4, 5, 6, 7, në 70, ujë ftoft, edhe plus ujë ngrit, me ula. E mundësia këtu me osmu, apo me vdek, nuk është e vogël. Por e kanë bo njerëzit tonë. E Allah po thot, wala taqtulu anfusakum, mos u bëni katil i vetvetes t'ju. O, ju musliman. Çdo sen që të qënë shkatërimin tënd, feja ta pezullon, nuk ta obligon i vetëm i rastë kur pun luftë vëlla. Pa është rast i veçantë, luftë, do të mbrojt vatanin, do të mbrojt musliman, do të mbrojt kufinin, do të më dëbu armikun. E Allah, armiku nuk dëbohet në ryshe, do të më dhani jetën tane. Apo me qitë për para, në pa që gjelin shkuve, se pa të gjelin, armiku shkon t'i ktheher. Për në ryshe nuk të ndarko feja. Sepse dini Allah të është ndërtuar mbi parimin e lehtësimit, jo të vështërësisë. Po mos të ishte kjo lehtësim, do të kishte qenë vështërësia, atër ki mu la edhe nëse des. Ja, s'kar kanë sot. S'kar kanë. Pra, këtu janë rastet të cilat lejohet robi me marë temam. Dhe brenda ty në ka dhe raste tjera të shumëta. Se fjala të thash, ose është kur është mbrana në qytet dhe nuk ka mundësi me përdor ujin, për shembull kohë sotit. Njerëz të paralizuar. Qysh marrën abdest? I paralizuari. E ka bërsh namazin? Po qysh se ka bërsh namazin? Po i së nëqohet. Do të më qumë me hecë për me shku ndë i mbanja. Po së nëqohet aj. Namazin e ka bërq, në gjami në banje së në shkan. Që marrë abdest? Mirë, përvoj. A jep reja, a jep djali, a jep nipi, a jep gruja, a jep burri. S'motë dikush për antarë familjes abdest. E ka bërq, hala abdest. Sepse ende ka mundësi me përdoruje. Po nëse dhe kjo mundësi pëzëllohet, mundësia me shku vetë në banje është pëzëllu, sepse ja ka marrë Zoti kamtë. Është alternativa tjetër, mundësia tjetër nëse jep dikush abdest. Po se jep abdest kërkush. Ose nuk qëllojnë atë, tanje në shkollin në punë, ata vinë dikur ka akshami. Po dhe ka akshami të kalën drekat, kalën qinia, po a kjedhe akshami kalën, dhe të vinë rap të shpisë në tonë të abdest. Ose s'dojnë me të dhamë. Që në kodë sodët, të ngalë për namazën të në heqë ata. Ata tepin të bukë që ato sabë mësë me la me dek, edhe së të bilas që dojnë me një për namazën të, ka dhe se familje. Teki namazën në obligim, e din që ki barqë. Që me bon këtë ras, midës qyteti e bajnë e ki 3 metra, 5 metra. Ose në spital njëri ju, ka më bë operacion, dhe shtritën krevet, dhe nuk uzën me leviz, ma djas më rotullu në barka në shpinë, dhe të me lejnë qatë pozit. Bani në konë dhomë. Pra i pa mundësohet me marrë abdes vetë. Alternativa tjetër, a jep dikush abdest? Nashta jep. Po nashta dhe s'jep. Se këtina në shpit paralizuarit. Dhe rastet të ngjajshme. Kalën të imam. Kalën të imam. Pra, kemi raste, kalablak, ku i vy njeriut edhe në këtë zaman me ditë të mesele për me marë të imam.